Nëse mbani mend, në momentin që u vendos lëshimi i këtyre satelitëve, kishin dhe deklarata nga zyrtarët e lartë të kompanisë në fjalë. Dhe deri diku bën dhe qesharak sepse pretendonin që satelitët do luftonin dhe korrupsionin. Si një satelit më do lufton dhe korrupsionin, askush nuk luftoi në atë kohë. Por nga ajo që kuptohet tani është që këto satelit ishin një vrim e madhe korrupsioni në vetvetes, për përpim paratë të paguesve shqiptar, dhe nga ana tjetër deri më sot ne nuk kemi parë qoftë dhe një frut nga këto satelit. Thuhet që kanë filmuar etj. Por në momentin që u problere satelitëve deklaruar që do monitoroheshin në zonat e përmbytura, ne kishim përmbytje në Shqipëri dhe përsëri dëmët u vëzhguar me njerëz në terren, pra nuk kishim një vëzhgim satelitor për të llogaritur dëmin që u shkaktua qytetarëve ose dhe shtetit shqiptar. Nga ana tjetër, kishim situata të ngjashme dhe me zjarre, përsëri nuk morën një imazh ose qoftë dhe një informacion nga këtë satelit. U deklarua që do të bëjë monitorimin e kufirit për ndalimin e migracionit të paligjshëm, dhe deri më sot nuk kemi qoftë dhe një person të ndaluar ose të fotografuar nga këtë satelit. Ne sot e kësaj dite akoma nuk e dim se për çfarë të përdoren dhe nëse janë përdorur këto satelit. Ne akoma nuk e dim se janë përdorur, kjo është pjesa e qesharakut. Pra nuk kemi qoftë dhe një provë që këto satelit janë përdorur nga institucionet shqiptare, nëse janë përdorur nga cilat institucione, nuk kemi një plan të territorit të Shqipërisë pra me të fotografuar ose të registruar në video. Por deri sot ne nuk kemi asgjë nga këto satelit.